Ndryshe është prej akterëve kryesor të radios. Përshëndetje akter, si jeni Alimi? Zotri akter, drejto. Përshëndetje, si jeni? Ajo mirë? Mirë me Përshëndetje. që do të marrë setër e panton. Au, ti pas ka orë cilësinë e DJ. Do me thonë, sa lloje cilësive që kështu në jetë, njerë shkon si burr, mas të shkon si cilësinë e babës. Po, tani si DJ. Cilësinë e DJ, 3, po. Si punëtori i Radio Tukagjinit. DJ Valen. Mo bre hek ma qatë DJ. Në cilësinë e autorit të Mix për Mix për Mixit, po. Disa profesione, por që... Disa cilësi. Po, as njone në 100%. Ku të lutem tregom, ku je më i miri? Urdhno? Tash, ku je më i mirë, s'moj me po. Jo, po mundona në shumë lamin këto që ka i përmende në emision. Tash të me se një njeri i mësu me folë në diplomaci, ju lutem unë këtu kam marrë me folë veç për aspektin profesional, ndaj në të gjitha profesionet. Po zakonisht këtu nuk flasim veç për të duhet me folë për gjithë shka. Për gjithë shka, qatë është interesant. Para se me dalte muzika, du me të thonë diçka. Nuk ja kanë gjesh kont lojtari i Shqipnis, ati të Sërbis, është rregull i pashkruar në futboll kur një lojtar ka ngërçe në muskuj për shkak të lodhjes, do të me indimu. Edhe s'ka lidhje aty në fushë. Aty 120 lojtar, neve na me të më buaj gari të buvalona. Në çdo lojë ndodh kjo. S'ka lidhje. A e kish bo Loricana që ju rreke zemra ju bë Kemal? A e kish bo ta me 100% jesh e bindur që e kish bo. Ma se tash mos u ngot. Mos më shtes se duna me thirr Lorikun edhe me tona. Lorikun ju duheni me do mendën, apo shkojmë në rolin e atij që veç po luajmë dhe ftoht, apo po i dojmë. Ma e mira në futboll duhet me mujt kundërshtarin e mund. A dhe kena mujt. E kena gnos. Kena huk 1 milion mundësi tjera. Mo valon, ne duhemi të gjithë me loj. Hajtë që ju e dini ma mirë futbollin, por Loricana asnjëherë s'do ta bënte. Por gjithsesi do ta flas. Thirrën telefon vetën. Pra ti edhe ti tish në rolin e njëjtë, çashtu e kishe ndihmua? Normalisht se dhajt ndihmon ty s'është. Apo kthesh bën muzikë ti njëri më i miri veç tu bë muzikë. Hajt shko të lutem aty çka kena. Jo, nuk është analist i sportit. Edhe me sot mua përfundoj me kaq. Jo, sinqerisht në lojë nuk ka politikë. Po e di në çdo lojë. Është dashur me lojë, jo me kësi gjana me politikë edhe me loj, 2-0. Çka është? A din djeg pash një thani shumë mirë. Çka është më e madhe se dhimbja? Është egoja. Egoja për shembull. Valon, këto ju çatë muzikës se më bën shumë nervoz. Lutem unë me audiencën kemi gjuhë tjetër. Lutem ego na po dhe në lojë nuk është dash penallti në shumë. Oj gjenerate Super Marios. Shko aty te Oj gjenerate Luigi. Ktheu bën muzikë Valon, lutem. Cila muzika që ke përgatitur sot për neve? Hiç futboll s'ka. No. Muzikë elektronike, Afro House, pak do dalim me motive shqipe, do këngë që janë të remixhe po. Pas ka dështu tema. Muzikë vibe dëgjuesve po besoj. Valon, a e din që Aron Sevilla është në Dhërmi? Po e di, kom dëgju, kështu që mujna me shku. Kur gjithë është Aron Sevilla që ka është tash në fund të qershorit, Hugo, njëri prej producentëve më të mirë aktual në botë, është edhe ai në Shqipëri. Tirana Shqipënia ka dhez me evente me DJ krejt pibjen. Edhe në Aron Sevilla më duket e pash edhe në Malzi ishte diku, edhe në Dhërmi. Ai ka qenë para 2 viteve, ka qenë në Bambu My Fest. Kur s'ka qenë shumë i njohur. Për një me a? Zoti madh. Okej. Mu lidh se afro muzik bën edhe Aron Sevilla, ndaj e pas kem çat frym detit, vibe i mirë. Vibe i mirë. Po.